Tim të informacioneve, do të flasim pak për rritjen e energjisë elektrike. Ne më herët e përmendëm edhe me Meridianën, po tash nuk do të flasim vetëm për Anvistrit, por flasim për bizneset, qysh do të ndikoj kjo në prodhim, në konsum, a do të ketë mbyllje të bizneseve, a ka pasur shqetësime nga ana e pronarëve, çka do të ndodhë me punëtorët. Gjitha këtu ne do të diskutojmë bashkë me kryetaren e Aleancës Kosovare të Bizneseve, që është zotre Agim Shahini, e që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na ardhët. Mirëmëngjesi. Knasi që ju kemi këto. Qysh është pritur prej bizneseve kjo rritja apo propozimi që ishte njëherë për 15% rritjen e energjisë elektrike? Në fakt, Aleanca Kosovare Biznesit ka pasur kontaktet të vazhdueshme me bizneset, por edhe me zyrtarët e ZRE-s. Për biznese janë dy lajme të këqija që i kam pranuar këtë muaj të fundit. Sidomos shtrajtimi i energjisë elektrike për 15%, si dhe mundësia apo tregu i hapur për blerjet e energjisë elektrike, e që në fakt kjo tregu i hapur është me kushte të rënda për biznes, sepse nuk është ashtu siç flitet për treg të hapur liberal, por flitet për kurzime të bizneseve. Në këtë rast, ne kem diskutuar edhe me zyrtarët e lartë që kanë vizituar AKB-n nga ZRE-ja, dhe kemi konstatuar së bashku me biznese se shtrajtimi është ardhur si pasojë, si pas ashutimet të ZRE-s, të inflacionit dhe pasojë e ngritjes së çmimit të tregje. Por ne kemi Kekun, i cili është një prodhues më i madh i energjisë elektrike. Ne kemi një refuzim të ndërtimit të një termocentrali, i cili është lejuar për herë të fundit nga BE-ja që të ndërtohet në Kosovë termo me thëngjell, dhe është refuzuar nga qeveria e Kosovës, ku me pretendim se energjia elektrike do të blehet më shtrejt, e në fakt me paralajmërimin e fundit që energjia elektrike nga sot do të jetë 15% më lartë, do të ishte çmimi i njëjti sikur ai çmim që ne do të ndërtonim termocentralin, por do ta kishim pronë tonën. Prandaj, sipas njoftimeve, edhe presidenti i Kosovës e ka refuzuar ose ka reaguar për ngritjet e çmimit. Bizneset po ashtu, qytetarët po ashtu janë duke reaguar në forma të ndryshme, që ky shtrajtim do të jetë një goditje për bizneset e Kosovës, do të jetë goditje edhe për qytetarët, do të varfërohen qytetarët më shumë, edhe ashtu të varfëruar si më të varfrit në Evropë pas Ukrainës, si pas raporteve të ndryshme ndërkombëtare, dhe kjo do të varfëron shportin konsumuese. Qytetarët e vendit të cilët harxojnë më shumë energji elektrike se 800 kilowatt, ata do të goditen më rënd. Por bizneset e cilet nga qershori do të kanë të punësuar më shumë se 50 punëtor dhe ose qarkullim mbi 10 milion euro, në cilën kriter e plotson biznesi, ai do detyrohet të blen energjinë elektrike në treg të hapur. Mund të ndodhë një gjë e tillë, dhe a mund ta blen, do të jetë më mirë për ta apo jo? Kjo mundësi. Do të jetë në këtë drejtim, këtu privilegjohet Keci dhe Kesko, për arsye se qytetarët ose bizneset nuk do të kanë drejt ta blejnë energjinë elektrike nga Keku për 29.5 euro kilowatt orë. Por do të detyrohen që ta blejnë mbi 150 euro,
në treg të hapur. Kurse Keci dhe Kesko do ta blejnë energjinë elektrike nga Keku me këtë çmim dhe do t'ie fakturojnë qytetarit me çmime të reja, të cilat janë tepër të larta dhe Kosova bëhet me këto çmime një nga vendet më të shtrejta në Ballkanin Perëndimor sa i përket energjisë elektrike. Kjo do të ndikoj pastaj edhe në anvisri. Kjo do të ndikoj edhe në anvisni të gjithë konsumatorët, të cilët kanë energji elektrike ose kanë një standard që shpenzojnë më shumë energji elektrike dhe përdoren energjinë elektrike. Qështë do tjetë, a ka rrezik që bizneset të mbyllën? Mos të funksionojnë edhe çka thot kjo për ekonominë e vendit? Nuk mund të themi që kjo mund të rrezikon bizneset për të mbyllë, por kjo rrezikon bizneset për të ngritë shërbimet dhe çmimet e veta. Do të ndikoj pastaj tek konsumatorët. Dhe kjo do të ndikoj drejt për drejti tek konsumi përgjithshëm. Prandaj ne shpesh i kemi parë qytetarë të pakënaqur që ankohen se çmimet në përmarketa dhe për konsum janë të shtrejta, e që realisht bizneset tona janë të varura nga importet, rreth 90% të importet për konsum ne importojmë dhe varemi nga ta, dhe nuk varemi ne nga prodhimi vendor. Prodhimi vendor mbetet në Kosovë ende larg për të zavendësuar prodhimet e huaja në kuptimin prodhues, jo kualitativ, por kualiteti i prodhuesve vendor është shumë i lartë se sa i prodhuesve të huaj, por ne kemi të limituar prodhimin vendor. Dhe ne mendojmë që qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ZRE-n dhe Keskon do duhet që ta rishikon këtë vendim. Ne si Aleancë Kosovare e Biznesit kemi kërkuar qeverisë së Kosovës se në rast se vetëm duhet të shtrajtohet energjia elektrike, qeveria të merr vendim të heqë të vëshën në energji elektrike, dhe kjo do të ishte mbështetja më e madhe që do t'i jepë edhe konsumatorit, edhe biznese, dhe të bëhet shembull i mirë në Ballkan se si qeveria e Kosovës ka heqë të vëshën për këtë produkt që është produkti më i konsumuar në vendin tonë. A mund të ndodhë një gjë e tillë? Po, pse s'mund ndodhë, qeveria e ka të këtë drejt, pa kalu përmes parlamentit, me vendim qeverisës, Ministria e Finansave, vetëm a ka vullnet dhe a ka gatishmëri për të bërë një veprim të tillë. Neve edhe ashtu, po na teprojnë parat e gatshme në çdo vit për shkak mos realizimit të projekteve, dhe kjo do të ishte ndoshta mbështetja më e madhe që do t'i jepte qeveria qytetarëve të vet, bizneset të veta. Prandaj heqja të vëshës është shpëtim për qytetarët dhe bizneset e Kosovës në energjinë elektrike. Çka tjetër mund të bëjë qeveria në këtë rast përveç heqjes së të vëshës? A mund të diçka tjetër edhe çka është roli i qytetarëve, por edhe pronarëve të bizneseve në këtë rast? Qytetarët nuk kanë ndonjë mundësi përpos dalin të protestojnë. Do të reagimin. Përpos një reagim. Bizneset edhe këta nuk e kanë mundësin tjetër, përpos të reagojnë, protestojnë format të ndryshme demokratike, kurse qeveria mund të mos lejon agjensionin e ZRE-s që mos të lejon ngritjen e energjisë elektrike, për shkak se nëse e shikojmë logjikisht, nga sot do shpalajmërue shtrajtimi i energjisë elektrike, kurse nga sot fillon tarifa verore për energji elektrike, që kjo me automatizëm është çmim më i lirë, dhe rritja e çmimit do të kompenzohet në këtë formë, por kjo zgjatet vetëm deri në shtator. Kur dhe kjo është
këtu duket një taktik se si është përdorur që të hynë fuqi nga momenti kur lirohet energjia elektrike për shkak tarifave verore, por ngritet për shkak të interesit të kompanisë distribuese të energjisë elektrike. Prisni që ka me pas do të ndikim, edhe pse tash përshkojmë në verë, do t'jetë pak ma e vështirë për bizneset me operu kështu, edhe a ka pas vullnet për tyre që ata vetë ablen tash energjin, në qoftë se flasim për ato bizneset që kanë më tepër se 50 punëtor, apo kanë të ardhura më tepër se 10 milion euro, është e kështu? Bizneset tash e kanë mundësi që të deklarohen se si do të veprojnë në të ardhmen. Dhe ata detyrimisht duhet të deklarohen. Ka do të ablenë energjinë elektrike dhe si do të ablenë. Por në këtë rast, ne kur të flasim për treg të hapur, nuk flasim për kushtet të barabarta me distributerët të tjerë. Nuk flasim kushtet barabarta mes një prodhuesi vendor dhe një distribuesi në Kosovës. Këtu do të ketë çmime jo të barabarta, sepse operatorët aktual që ne blejmë energjinë elektrike prej tyre, ata do të blejnë energji elektrike dhe më tutje nga keku, me çmim preferencial, siç thash më herët, kurse bizneset e Kosovës që i kanë plotësuar këto dy kritere, këto do detyrohen të blejnë energji elektrike me çmim tregu të hapur jashtë Kosovës, në berzë. Dhe tash është berza energjetike e Shqipërisë, e cila që bizneset detyrimisht do duhet të orientohen atje, të blejnë energji elektrike, por këtu ende nuk është e qartë infrastruktura energjetike si do të kompenzohet dhe si do të fakturohet energjia elektrike për bizneset. Por me Shqipërinë është më lehta, por është më shtrejta, për shkak se energjia elektrike në secilin bursë është më lartë se sa është prodhimi vendor. Dhe kjo do të qetë në një pozitë jo të barabartë të bizneset. Këto praktika i kanë praktiku dhe disa vend të Ballkanit perëndimor, por me kushte shumë të volitshme se sa që janë parapar në këtë rast në Kosovë. Ure që kjo situatë qetësot apo dalë diçka e mirë prej kësaj situate dhe pse e vështirë me e thonë këtë gjë? Nuk besoj që kjo situatë do të zbrapset për post nëse ka reagim të madh qytetar dhe këtij reagimi qytetar çuditërisht për herë të parë shohëm presidentin e Kosovës që i bashkohet zërit kundërshtues për ngritje të energjisë elektrike. Dhe kjo do të ketë ose mund të ketë impakt pozitiv, e që besojmë që në një organizim të mirë të reagimit qytetar dhe institucional, qeveria e Kosovës mund ta stopoj, mund ta ndaloj zërin, mos të lejon që energjia elektrike ose ta zbraps vendimin që nga sot qytetarët mund të kenë rritje të energjisë për 15%. Dhe kjo do të ishte një lajm i mirë për qytetarët e vendit. E vërtet. Zotri Shahini, faleminderit shumë për informatat dhe detajat cilat i këndoa dhe për kohën që këndoa me qenë pjesë e emisionit Mëngjesit. Kënaqësi që ju patëm këtu. Kënaqësi për mua. Ne tani do ta vazhdojmë emisionin me një material tjetër, pastaj pas pak sigurisht do të takojmë më njëherë dhe pas edicionit të lajmeve të orës 9.